Ajo çfarë realisht kalon me koment nga ana jonë, por që do duhet të jesh shqetësues është në pozitën në të cilën është vendosur institucioni i presidentit. Dhe në këtë rast flasim për institucionin e presidentit dhe jo për atë që quhet president Bayram Begaj. Pasi deri në këtë moment ai e ka dëshmuar në vazhdimsi se nuk e ka ngritur institucionin në lartësinë e duhur në mbrojtje të kushtetutës dhe pa kompetencat të cilat për fatkeqësisht duhet të thënë i kanë mbetur atij institucioni, nuk janë vënë lëvizje nga ky president. E kemi parë në vazhdimsi për sa i përket projekt ligjeve të cilat tha zonja Xhixho, por edhe për sa i përket çështjeve të tjera. Pra, nuk ka arritur në asnjë moment që t'i jap atij institucioni, t'i jap një seriozitet ose t'i jap një pozicion i cili realisht do duhet t'i jepet, pra institucionit presidentit. Ajo çfarë e shoh si shqetësuese nuk shoh vetvete faktin që dekreton një datë zgjedhjesh. Shoh shqetësuese faktin se ky veprim i institucionit presidentit mund ta çojë vendin në një, po themi, problem dhe një